zoti Berisha vjen nga një situatë që është para 91-shit, sepse ai ka qenë e vërteta me një mentalitet tjetër. Pra, në kohën e atërshme që ne dim shumë mirë se si brezi i asajt kohe kuptonte qasjen e politikës me jetën profesionale. Pra të që e besojnë çfarë do të thotë demokraci, duhet ta jetosh demokracinë që ta kuptosh dhe ta dhurosh. Por ata të cilët vinë nga një situatë që nuk e kanë jetuar demokracinë, po janë frymëzuar për shkak të ndryshimit të regjimit politik në vend, atëherë kanë ardhur me një frym tjetër, me një qasje tjetër. Pra zoti Berisha është në këtë qasje. Pra ka qenë dikur në kohën e mëparshme me një mentalitet tjetër dhe vjen sot me një mentalitet tjetër si kryetar partie për të treguar që shiko, unë dua që Partia Demokratike të vinë në pushtet. Por e solla këtë si një situatë faktike për shkak se duhet kuptojmë ku ndodhemi. Ndodhemi që zoti Berisha përjashton, ndodhemi që zoti Berisha vetë përjashton, ndodhemi tek situata se ka diferencë përjashton vetë përjashton, sepse për zoti Sajani thotë është vetë përjashtuar. Për zonjën Lese Balliu si pra në atë aspekt të përjashtuar. Po tani përjashtuar nga zoti Berisha apo përjashtuar nga zoti Noka, se ka një diferencë kjo. Pra ne duhet kuptojmë Partia Demokratike kërkon të faktorizoj veten si një parti me të vërtet demokratike që beson në demokraci? Woo!